Unë, më falni, unë e marrë problemin dhe e shtroj problemin realisht. Që bëhet një reformë territoriale është një detyrim, sepse është një detyrim i bazuar në ligj 1 dhe e bazuar në eksperiencën evropiane. Ne asgjë nuk bëjmë pa Europën. Gjithçka në hapat tona jemi drejt integrimit europian sipas gjitha shtateve, në prapambetje si kemi qenë nga feudalizmi, kaluam në një regjim komunist, pa kaluar në sferën e kapitalizmit. Dhe kapitalizmi na erdhi si një shok total dhe një që solli pastaj rezultate të tilla si të dhimbshme, siç është shpopullimi i vendit. Bazuar në këtë të fundit, në pikpamje demografike, gjithë Europa ka ecur në këtë rrugë. Unë kam parë shumë raste të tilla. I kam jo vetëm studiuar, po kam kaluar dhe i kam parë nëpër Evropë. Në të gjitha vendet e Europës ku kam kaluar, kam parë që ky është një shqetësim mbar europian. Por Europa ka 10 vite që punon që këto rajone që shpopullohen dhe që kanë kaluar dhe janë zvogluar si numër bashkish, tani qeveria bën reforma të tjera suplementare në favor të zhvillimit ekonomik të vendit me qëllim që të ndikojë në lëvizjen e popullsisë në mënyrë inverse. Jo më nga qendrat e vogla, që ne i themi fshatra, drejt qendrave të mëdha të zhvilluara, që janë qytetet e mëdha, miliona banor, por tani përpiqet që të bëhet e kundërta. Por kjo kërkon fonde, kërkon vullnet të mirë nga ana e qeverisë, në mënyrë që të gjithë the stakeholders, që themi, duhet të jenë në favor të kësaj situate. Rruga është e drejtë, por unë mendoj që për momentin në Shqipëri kjo situatë që është krijuar tashmë me këtë 15 bashkitë që dhe nëse mund të krijohen dhe disa të tjera që mund të hiqen akoma, mendoj se do të gjendemi përballë fakteve të cilat ndoshta nuk do të japin atë rezultatin e dëshiruar. Për shembull, që të jemi pak më konkret. Më konkret. Unë jam nga Selenica. Dhe shikoj bashkinë e Selenicës, për shembull, si model. Selenica është një vend me histori, një vend me zhvillim industrial, një qytet që regjistron hekurudhën e parë shqiptare nga Selenica deri në Vlorë dhe Anasjelltas, e cila shërbente për transportin e serës së Selenicës, por që shërbente edhe për udhëtimin e njerëzve. Ajo është një monument muze i Shqipërisë. Miniera e Selenicës është një tjetër monument industrial i Shqipërisë, e cila po zhvillohet tashmë jo vetëm tek galeritë e vjetra që kanë qenë, dhe të cilat nuk po zhvillohen më në atë masë, por po zhvillohet në shfrytëzimin e zhavorreve bituminoze që janë në lindje dhe në juglindje të Selenicës. Selenica ka shumë resurse të vlerësueshme. Selenica ka qenë një popullsi prej 12.000 njerëzish vetëm në Selenicë, në qytet. Selenica për momentin ka 47 fshatra, të cilat janë grupuar së bashku. Vërtet ka shpopullim në përgjithësi. Por çfarë do të bërë në këto raste? Sepse sikurse Selenica janë edhe shumë njësi të tjera, zoti Goçi, madje ju bët një përshkrim të Selenicës për ata se çfarë përfaqëson si qytet Selenica. Por të njëjtin pretendim ngre dhe Dimali, ngre dhe Patosi, janë qytete të cilat mund të kenë një traditë, mund të kenë një rëndësi ekonomike, dhe kryetarët e bashkive të këtyre që unë përmenda, por dhe shumë të tjera e kanë ngritur këtë pretendim. Pra në raste konkrete, sepse një element që ka shkaktuar debat është numri i banorëve. Ka qenë një ndër komponentet me të cilët është bazuar shkrirja e tyre, jo vetëm në rastin e Selenicës, por edhe në shumë të tjera. Çfarë duhet bërë për këto bashki që nuk kanë mbetur shumë njerëz? Duhet qëndrojnë ashtu? Normalisht duhet të rigrupohet dhe të thash që kjo është e drejtë që bëhet. Por duhet të ulesh me qytetarët.
do të ulesh me qytetarët dhe të thuash cila është arsyeja, një, dhe e dyta, jeni dakord me juve për këtë që po bëhet apo jo. Por përpara se qytetari të thotë fjalën e tij të fundit është po apo jo dakord, ti duhet të thuash qytetarit që çfarë të mira do të sjellë kjo reformë Kjo duhet të ishte terrestrale. para se të bëj ky propozim atëre. Jo, propozimi mund të bëhet sepse propozim është. Sot është, nesër mund të mos jetë. Mund të tërhiqet. Po patjetër pse mos tërhiqet. Mund të tërhiqet nga. Po ka konsultim 6 editor. Do ta shikojmë konsultimi 6 editor. Çfarë do ofroj qeveria Rama popullit të 15 bashkive, po them vetëm për Selenicën. Çfarë do ofroj? Me çfarë do t'i qetësoj këta njerëz që nuk do t'i lërë mënjan, që nuk do të mbeten jashtë vëmendjes, që do të bëhen investime, që do të ketë plane zhvillimi, sepse prandaj bëhet kjo, nuk bëhet kot, nuk bëhet se ja dha mendja dikujt e hajta bëjmë. Jo, kjo bëhet për të mirë, që të rregullohet vendi, që të jepet mundësi që të ketë invers lëvizje popullsie, që të ketë mundësi për të bërë investime. Pra jo shihni për qëllime pozitive. Po normale që kështu për qëllime pozitive, po unë dyshoj të qëllime pozitive. Sepse a i ka mundësi të qeveria për t'i bërë këto? Dyshoj. Edhe ky popull atje që reagon pikërisht e kjo. Se nuk reagon se u shkurtua kryetari i bashkisë, nuk është problem se iku një njeri nga një post. Se njësia administrative prap do jetë atje. Dhe nuk është problem interneti, sepse interneti vete kudo, sepse ky është sot. Zhvillimi i vendit, interneti, rruga. Këto janë gjërat elementare që një familje të ketë kurajon për të qëndruar atje dhe për të jetuar. Nëse kjo familje nuk i ka këto dhe bën llogaritë se ku është më mirë për të nxjerrë muajin, atëherë do të shkoj në Vlorë kur i ka më mirë, apo do shkojnë në Fier, apo do shkojnë në Tiranë. Pra, duhet vënë gjërat në shosh dhe duhet vendosur në tryezën e bisedimeve dhe të i thot popullit që unë i kam planifikuar gjërat për Selenicën, ose për Poliçan. Juve keni frikë, por unë i them mos keni frikë, se do bëhet 1, 2, 3, 4 gjëra. Pra të shpjegoj se cilat janë të mirat e kësaj ndarje territoriale. Po, të shpjegoj, sepse që do bëhet. Sepse është një alternativë europiane, nuk është diçka e nxjerrë nga xhepi dikush. Por ama popullit duhet ja bësh të qartë. Pse ka të drejtë për shembull populli i Selenicës që të jetë skeptik, dyshues? Është sepse populli i Selenicës, i bashkisë së Selenicës, ku përfshihet gjithë Llabria, nuk është pyetur për shembull për marrjen e ujit të lumit Shushica dhe për ta quar drejt Bregdetit. Po. Dhe bile vetë populli i Selenicës i thoshte mos merr ujin e këtij lumi, sepse Zoti 1 dhe natyra 2 dënojnë neve që jetojmë këtu, kurse ty do të dënoj ligji dhe historia që pse e bëre këtë akt. Pra, njerëzit tani janë të dyshues. Ti ke marrë gjysmën e lumit edhe më tepër dhe e çon diku tjetër.